Ku qëndron faji? Miq të dashur, një bujk I cili po përgatit pemë perime me të cilën njerëzit ushqehen në tregun e qytetit, po mundohet që sa më shumë të I gjuaj pjesë të lëndës kimikale që të rriten këto perime më shumti dhe të kenë më shumë kilogram, bile edhe I stërkat për lart me helme të ndryshme që mos vallë ndonjë krymp ose kështu me radhë që dëmtoj perimet. Dhe ky del dhe me fitimin që ka bërë pra në treg, del dhe thot unë nuk ha nga pemë dhe perimet për shkak se e di si bëhen ata, dhe del dhe dëshiron që të blej pul. Çon të shtëpia një pul e cila është mjaft e madhe për shkak se zgjodhi atë e cila është më e madhe. Dhe është interesante se pul pjekësi ishte po I njëjti I cili ju jepte injekcione të ndryshme pulave që të mundet ata të marrin një volume më të madhe dhe të mundet të shiten me kilogram më shumti. Dhe është interesante që shitësi I pulave, në këtë rast prej çmimit që ka fituar, nuk ha pula për shkak se e din si bëhen ata dhe shkon dhe blen një mish të viçit. Në këtë rast shitësi I mishit të viçit din sakt se si e ka prodhuar mishin dhe si ka tentuar që ky viç të rritet sa më shpejt në formë 2 muaj, 3 muaj që ta nxjerrën treg dhe ta shes dhe çfarë lëndash ka përdorur për këtë kontekst dhe ky shitësi I mishit nuk han prej mishit të viçit ose të lopës ose të delës, po ky thot ushqimi më I pastër është ushqimi I detit, pra shkon me ato para dhe blen peshk. Peshkatari, më interesant është që nuk ka mund të manipuloj peshkun në asnjë formë, por çka bën, ai ka zënë peshkun nëpërmes të rrymës ose nëpërmes të dinamitit në cilën e futën brenda në deti dhe eksplodon dhe nxjerr sa më shumë peshk që të mund të shes. Dhe kështu që shet peshkun. Dhe më interesante, të gjithë këto takohen te mjeku. Edhe presin rend që të hynë të mjeku. Njëri ankohet prej lukthit, tjetri ankohet prej lukthit dhe kështu me radhë dhe kanë problemet e ushqimit. Më interesante është se mjeku nuk ka ardhur në punë për shkak se 2 muaj me radhë nuk ja kanë dhënë rrogën dhe kështu që nuk është I interesuar të punojë pa rrogë dhe duhet këtu të kontrollohet diçka. Më interesante është se aty na vin edhe mekaniku I cili I kishte këmbë të thyra për shkak se gjatë në riparimit të një veturës nuk ka investuar mjaftueshëm në makinerinë që duhet ta ngritë veturën për lart, I ka ra përmbi këmbë dhe ja ka thënë këmbët. Dhe duke e pritur mjekun që t'i marrë në trajtim dhe mjekim, të gjithë hynë në bisedë dhe duhet t'ia gjuajnë fajin dikujt. Njëri thot se kam hëngër nga ushqimi I cili e kam bler te bujku dhe ish I poshtër katastrofë. Tjetri thot e kam blej mishin te filani dhe ish katastrofë dhe më interesante se gjithë pronarët e këtyre dyqaneve ishin në rend aty duke pritur. E kush I ka fajt këtu? I ka fajt natyrisht shteti I cili nuk I kontrollon, I ka fajt natyrisht institucionet të caktuara të cilat nuk merren me kontroll. Dhe shumë më interesante se gjatë tërë bisedës askush prej tyre nuk tha se fajti kemi ne, se manipulojmë me ushqimin ton, që Zoti ka thonë hani nga ajo që është e lejuar halal në tokë dhe nga ajo që është e mirë. Miq të dashur, mos manipuloni me këtë çështje për shkak se ajo na kthehet neve vetë. Ju dëshiroj një ditë të mbarë.